Në 5 vjetorin e arrestimit të ish krerëve të UÇK-s, Organizata e Veteranëve të Luftës ka mbajtur një aksion simbolik para EULEX-it, duke vendosur në dyrë një shiri të verdhë me mbishkrimin 5 vjet padrejtësi e organizuar. Raporton Kosova Press. Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës UÇK-s, Hysni Gucati, tha se nuk besojnë në drejtësinë e speciales. Rrugën çfarë ka marrë ky gjykatë, ju nuk besoj. Shpresoj, duhet besojnë që besojnë në Zot, që ata do të vinë të lirë, po kjo gjykatë më shumë është politike se gjykatë që ndan drejtësinë. Ndërsa Bujar Haradine, ish luftëtari i UÇK-s, tha se dëshmitë e paraqitura nga Prokuroria Speciale janë bërë më dëshmitar të paguar nga Serbia. Kem pa edhe dëshmitë që janë dëshmu faktikisht nga Prokuroria Speciale, kem pa që pjesa më e madhe e tyre janë dëshmitar të paguar ose të inkuadruar nga Serbia, pjesa e madhe e tyre që i dim që kanë qenë dëshmi plot atje. Ne si proces e kem shpreh pakënaqësitë në shumicën e raste ku kem pas mundësi edhe me protestat që i kem organizuar edhe në Kosovë dhe jashtë Kosovë. Si proces ne nuk shpresojmë shumë ta në drejtësi. Janë bërë 5 vjet nga arrestimi i ish-presidentit Hashim Thaçi, Kadri Veselit dhe Recep Selimit, Jakub Krasniqit, të cilët po gjykohen padrejtisht në gjykatën speciale në Hag.